Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e televizionit Nova. Sonte në mesnatë ka dhënë afati për parashtrimin e listave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Kështu thuhet sipas afatit kohor për kryerjen e aktiviteteve zgjedhore për zgjedhjen e parakohshme parlamentare më 5 qershor. Deri mbrëm, siç informoi nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, nuk ka arritur asnjë listë për kandidatët për deputet. KSZ ka 48 orë për të konfirmuar nëse lista e kandidatëve është parashtruar në afatin e konfirmuar dhe nëse është përbërë në pajtim me dispozitat e kodit zgjedhor. Sipas afatit kohor për kryerjen e aktiviteteve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 5 qershor, sonte në mesnatë skadon afati për parashtrimin e listave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Deri mbrëm, siç informojnë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, nuk ka arritur asnjë listë për kandidatët për deputet. Pasi do të marrë listat, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka 48 orë për të konfirmuar se nëse lista e kandidatëve është parashtruar në afatin e konfirmuar dhe nëse është përbërë në pajtim me dispozitat e kodit zgjedhor. Mungesat eventuale parashtruesit e listave do të duhet t'i largojnë gjithashtu në afat prej 48 orëve. Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbajti seancën në të cilën e shqyrtoi raportin nga Regjistri i Shtetasve të dorëzuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, i cili tregon se është rritur numri i personave me të drejtë vote gjithësisht banorët minoren të Maqedonisë në 1.958.824. Minorenët janë 505.422, ndërsa gjithsejt Ministria e Punëve të Brendshme ka regjistruar 2.464.266 tetas të Republikës së Maqedonisë. Në lidhje me diasporën, deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor kanë arritur 6.686 fletparaqitje për votim të shtetasve të Maqedonisë, të cilët qëndrojnë jashtë vendit. Është e mundur u theksua një person disa herë të paraqitet. Për kontroll është vepruar sipas 3.190 fletparaqitjeve, por ka afat prej edhe 3 ditëve për përpunim. Vetëm VMRO DPMNE deri më tani ka dorëzuar listat për deputet deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Kjo është bërë e ditur nga drejtori për komunikim i kësaj partie, Ivo Kotevski, i cili ka thënë se Komiteti Qendror Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s mbrëm vonë ka arritur në përfundim se përparësi më të madhe ka respektimi kushtetutës së vendit dhe ligjeve të Maqedonisë. VMRO DPMNE ka vendosur që të merr pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 5 qershorit. Kjo parti do të dorëzojë listën e kandidatëve para se të kalojë afati. Kjo është bërë e ditur nga drejtori për komunikim i kësaj partie, Ivo Kotevski, i cili ka thënë se Komiteti Qendror Ekzekutiv i VMRO DPMNE-s mbrëm vonë ka arritur në përfundim se përparësi më të madhe ka respektimi kushtetutës së vendit dhe ligjeve të Maqedonisë. Lista e kandidatëve të kësaj partie është e vërtetuar nga Komiteti i Partisë dhe pas përfundimit të formaliteteve do të dorëzohet në KSZ në afat të caktuar ligjor. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe njëherë përsëriten qëndrimet sa afati kur partitë politike do të duhen t'i dorëzojnë listat për deputet për zgjedhjet e 5 qershorit do të skadon sonte. Sipas ambasadorit të SBA-s, Gjejs Beli, përpjekjet për dalje nga kriza ende vazhdojnë dhe si duket zgjidhja është akoma larg. Kurse nga Partia Demokratike Shqiptare, edhe pse kanë qenë të rezervuar deri më tani, sot është prononcuar zëdhënësi i PD-s-s Luan Tresi, i cili ka pohuar se ato e kanë bërë të qartë me kohë se nuk do të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet dhe se nuk do të jenë pjesë e zgjedhjeve të cilat janë me kushte minimale. Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe njëherë ka përsëritur qëndrimet se afati kur partitë politike do të duhet t'i dorëzojnë listat për deputet për zgjedhjet e 5 qershorit do të skadon sonte, edhe pse ky afat po shkelet nga partitë politike të cilat kanë ndërmend të sjellin listat për deputet apo të marrin pjesë në këto zgjedhje, është intensifikuar edhe më shumë përpjekjet dhe presioni ndërkombëtarëve ndaj të gjithë liderëve që të sillet një ligj i duhur dhe procedura të cilat do të ishin të pranueshme për të gjithë. Sipas ambasadorit të SBA-ve Gjejs Beli, përpjekjet për dalje nga kriza ende vazhdojnë, por edhe përkundër bisedimeve të shumta të cilat janë duke u zhvilluar me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, zgjidhja si duket është akoma larg. Përkushtimi jonë është i fuqishëm dhe vazhdojmë të punojmë edhe më tej, ka thënë shkurt ambasadori amerikan Bailey.
Si po kalon koha, edhe qëndrimi i partive politike vis-a-vis zgjedhjeve ka filluar të kristalizohet, me qëndrim zyrtar ka dalë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ku zëdhënësi i kësaj partie Bujar Osmani deklaroi se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qerëshorit. Ai deklaroi se nuk do të dorëzojnë listën e kandidatëve në afatin e parapartë të KSZ-s, e cila përfundon sonte në mesnat. Kurse nga Partia Demokratike Shqiptare, edhe pse kanë qenë të rezervuar deri më tani, sot është prononcuar zëdhënësi i PDSH-s Luan Tresi, i cili ka pohuar se ato e kanë bërë të qartë me kohë se nuk do të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet dhe se nuk do të jenë pjesë e zgjedhjeve të cilat janë me kushte minimale. Kurse Partia Grome Stefçe Jakimovski dhe Lëvizja Popullore e Maqedonisë Janko Baçev paralajmëroi se do të dorëzojnë lista. Dispozita ligjore parasheh që pasi partitë do t'i dorëzojnë listat, KSZ-ja ka 48 orë për të konfirmuar nëse lista e kandidatëve është dorëzuar në afatin e konfirmuar dhe nëse është përbërë në pajtim me dispozitat e kodit zgjedhor. Mungesat eventuale, parashtruesit e listave, do të duhet t'i largojnë gjithashtu në afat prej 48 orësh. Për shkak se nuk janë sjell persona të akuzuar si ndihmësit e grupit të Kumanovës. Seansa e sotme për procesin gjyqësor lagja e trimave është shtyr për më 19 maj. Prokuroria vendosi që t'i bashkoj këtë dy lëndë dhe për shkak të bashkimit të tyre, procesi gjyqësor duhet të fillojë që nga fillimi, edhe pse ka arritur në mes të punimeve. Më 4 maj, kryetari i Këshillit Gjyqësor ka sjellë vendim që lënda për të dyshuarit si mbështetësit të grupit të Kumanovës të bashkohen me lëndën tjetër, ku janë të akuzuar 29 persona për veprën terrorizëm dhe organizim terrorist. Seanca e sotme për procesin gjyqësor lagja e trimave është shtyrë për 19 maj, për shkak se nuk janë sjellë persona të akuzuar si ndihmësit e grupit të Kumanovës. Prokuroria vendosi që t'i bashkoj këtë dy lëndë, ndërka që bëhet fjalë për një grup banorësh të lagjës, të cilët akuzohen se u kanë ofruar mbështetje grupit. Për shkak të bashkimit të lëndave, procesi gjyqësor duhet të fillojë që nga fillimi, edhe pse ka arritur në mes të punimeve. Ky zhvillim do ta vështirësoj punën pasi që në sallë do të duhet që të jenë të pranishëm edhe minimum 20 persona tjerë dhe avokatët e tyre mbrojtës. Këshilli Penal ka bërë kërkesë që për këtë lëndë të shfrytëzohet salla e gjykatës së lartë, por nga atje janë përgjigjur që Këshillit Penal të gjejë një zgjidhje të pavarur. Më 4 maj, kryetari i Këshillit Gjyqësor ka sjellë vendim që lënda për të dyshuarit si mbështetësit e grupit të Kumanovës të bashkohet me lëndën tjetër, ku janë të akuzuar 29 persona për veprën terrorizëm dhe organizim terrorist. Për këtë arsye, edhe gjykatësja Vera Petrovska ka kërkuar kushte teknike dhe siguri për të vazhduar seancën. Lënda tani më ka 37 të akuzuar, 15 mbrojtës dhe duke pasur parasysh interesin e madh të opinionit, objekti nuk i plotson kushtet për zhvillim të seancës. Ne kërkojmë se deri më 19 maj të bëhen përpjekje për sigurimin e hapësirës dhe kushteve që seanca të zhvillohet normal. Në raportin e përpunuar pas vizitave në Greqi dhe Maqedoni në muajin mars, përfaqësuesi special për emigranti sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Europës, Tomaš Boček, shpreh shqetësim për trajnimin e keq të emigrantëve në kufi me Greqinë dhe propozon trajnim më të mirë të pjesëtarëve të forcave të rendit. Në raport a jep një seri të rekomandimeve me të cilat Këshilli i Europës duhet t'ju ndihmojë autoriteteve të Maqedonisë për t'i trajnuar pjesëtarët e forcave të rendit. Tomaš Boček i vizitoi kampet e pranimit në Gjevgjeli dhe Tabanos, ku ai në Gjevgjeli ishte pothuajse i zbrazët, ndërsa kampi në Tabanos i stërmbushur. Përfaqësuesi special për emigranti sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Europës Tomaš Boček në raportin e përpunuar pas vizitave në Greqi dhe në Maqedoni në muajin mars, shpreh shqetësim siç theksohet për trajtimin e keq të emigrantëve në kufi me Greqinë dhe propozon trajnim më të mirë të pjesëtarëve të forcave të rendit. Në raport ai jep një seri të rekomandimeve me të cilat Këshilli i Europës duhet ju ndihmojë autoriteteve të Maqedonisë për t'i trajnuar pjesëtarët e forcave të rendit, me qëllim që të garantohet se kufiri i Maqedonisë me Greqinë është kontrolluar në
pajtim me obligimet e vendit në sferën e të drejtave të njeriut. Gjatë vizitës në Maqedoni, Tomash Boçek i vizitoi kampet e pranimit në Gjevgjeli dhe në Tabanovc. Me që rast, ai në Gjevgjeli ishte pothuajse i zbrazët, ndërsa kampi në Tabanovc ishte mbushur. Disa qindra migrantë janë lënduar në tentime për të kaluar kufirin me dhunë, por gjithashtu edhe pjesëtar të forcave të rendit. Policia e Maqedonisë ka shfrytzuar gaz lotësjellës dhe shok bomba për të refuzuar tentimet e emigrantëve për të kaluar me dhunë kufirin. Sipas organizatës jo qeveritare Mjek pa kufi, policia e Maqedonisë ka shfrytzuar edhe plumba gome, akuzë e cila ishte dramatike nga autoritetet e Maqedonisë. Në të shtohet se muajve të fundit janë shënuar tensione të rritura në kufirin midis Maqedonisë dhe Greqisë në kontekst të fluksit të migrantëve, të cilët dëshirojnë të inkuadrohen në Europën perëndimore përmes rrugës ballkanike. Por pas mbylljes së kufirit nga ana e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ata mbetën të bllokuar në kufi. Ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski konfirmoi se përfaqësuesi special gjerman për Maqedoni, ambasadori Johannes Heidel, nesër do të arrijë në Shkup, duke e vlerësuar atë si sinjal pozitiv nga Berlini. Sipas tij duhet të llogaritet si sinjal pozitiv pasi që Gjermania është duke treguar interes të veçantë në tejkalimin e krizës politike në Maqedoni. Të gjithë këto diplomat vinë në vend për të bërë tryezninë e fundit politike ndaj liderëve të Maqedonisë të dalë nga kriza politike. Ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski konfirmoi se përfaqësuesi special gjerman për Maqedoninë, ambasadori Johannes Heidel, nesër do të arrijë në Shkup, duke vlerësuar atë si sinjal pozitiv nga Berlini. Bëhet fjalë për sinjal pozitiv, me vetë faktin që Gjermania tregon interes se dëshiron të jetë më direkt e kyçur në proceset të cilat ndodhin në rajon më të gjerë dhe konkretisht në Republikën e Maqedonisë. Ka së paku dy punë për të cilat Gjermania mund të na ndihmojë. E para ka të bëjë me përforcimin e kredibilitetit të shumë premtimeve të përsëritura për atë se Maqedonia ka të ardhme në suazat të BE-s. Dhe mendoj se kjo është sinjal se cilin duhet ta presim nga Berlini. Dhe puna e dytë është sinjali se ekziston interes që Gjermania të përfshihet me çka de facto dërgohet edhe sinjal se nuk jemi lënë vetëm në vehte në një periudhë kohore të gjatë të kemi pavarësi rreth mundësive në përgjithësi të afrohemi drejt BE-s në kushte në të cilat vetë BE-a është përballur me sfida personale, tha Popovski, i cili sot u drejtua në ligjërat para studentëve nga Akademia Diplomatike Vjenase në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë. I pyetur se cila do të ishte mënyra të shpëtohet rekomandimi i Komisionit Evropian për fillim të negociatave në kontekst të deklaratës së dieshme të euroambasadorit Ivo Oraf për tejkalim urgjent të krizës politike dhe nëse ka informata se cilat do të ishin masa ndaj Maqedonisë përderisa rekomandimi tërhiqet, Popovski theksoi se nuk do të dëshironte as pak të flas për skenar të tillë në të cilin rekomandimi do të tërhiqej. Ai u dakordua se në këtë moment në fokusin e krizës politike e cila thos gjatë një periudhë më të gjatë kohore dhe na kushton shumë që të mos i përkushtohemi asaj, por nënvizoi se kjo duhet të tejkalohet fal përpjekjeve të cilat ne duhet i bëjmë në Republikën e Maqedonisë. Sot në seansën e grupit të Drenicës janë parashtruar kërkesat e avokatëve dhe prokurorit Claudio Paul. Ky fundit tha se avokati Sami Lushtakut, Arjanit Koci, ka parashtruar një shtojtës në ankesë e cila nuk i është parashtruar prokurorit të prokurorisë speciale e as në atë të apelit. Zëdhënësja shefes për politikat të jashtme të BE-s, Maja Kociančić, ka thënë se BE-ja në mënyrë konstante kërkon që marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit të zbatohen në tërësi. Kurse për një vit 173 polic kanë kryer vepra penale, 1064 kanë kryer shkelje disiplinore. Ka përfunduar për sot seansa gjyqësore ndaj grupit të Drenicës që po mbahet në gjykatë të apelit. Seansat në apel janë duke u mbajtur pas ankesave të mbrojtësve në lidhje me vendimin e shkallës së parë. Gjatë ditës së sotme janë lexuar ankesat e avokatëve si dhe prokurorit Claudio Paul. Ky fundi tha se avokati Sami Lushtakut, Arjanit Koci, ka parashtruar një shtojtës në ankesë e cila nuk i është parashtruar prokurorit të prokurorisë speciale e as në atë të apelit. Kjo e ka vënë prokurorin në pozitë të vështirë se unë nuk mund të bëj argumente ndaj kësaj shtojtëse. Unë e kuptova nga përmbledhje e kryetarit të grupit të gjykues një përmbledhje të asaj që është thënë në atë shtojtës të ankesës, tha prokurori. Ndërsa avokati të akuzuarit Jahir Demaku me Sylla tha se ankesa e prokurorit është skajshmërisht e paqëndrueshme dhe kërkoi që si e tillë të refuzohet duke analizuar kërkesën e prokurorit special.
në të rësi dhe përgjigjet dhe merr mendimin e dhënë nga prokurori i apelit. Ai vlerësoi se në asnjërin prej tyre nuk është dhënë asnjë argument i ri, duke u bazuar në prova konkrete për ndonjë fakt që klienti i tij kinse ka kryer vepër penale. Seansa e ardhshme do të mbahet nesër me fillim në orën 10. Apeli ka hapur gjykim në rastin Drenica 1 dhe Drenica 2, pas ankesës që kanë bërë mbrojtësit e tyre në lidhje me vendimin e shkallës së parë. Gjykata themelore e Prishtinës ka dënuar me burg ish komandant të UÇK-s të zonës së Drenicës Sulejman Selimi, Sami Lushtaku, Sahir Jashari, Sabit Geci, Jahir Zeqiri, Fadil dhe Nejat Demaku, si dhe 4 vëllezërit Demaj, Selman, Agim Bashkim dhe Driton Demaj. Në këtë rast është dënuar dhe Hysni Thaçi, ndërsa janë liruar nga akuzat Avni Zabeli dhe Ismet Haxha. Të gjithë këto janë akuzuar për krime lufte që supozohet se janë kryer gjatë verës së vitit 1998 në fshatin Likos të Skenderajt. Zëdhënësja e shefes për politikat e jashtme të BE-s Maja Kociancic ka thënë se BE-ja në mënyrë konstante kërkon që marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit të zbatohen në tërësi. Sipas saj, çdo sugjerim se marrëveshjet e arritura mes Prishtinës dhe Beogradit po korrigjohen është jashtë realitetit dhe një pjesë e fabrikuar e keqinformimit. Kociancic është pyetur rreth qëndrimit të BE-s lidhur me deklaratën e drejtorit të zyrës serbe për Kosovën, Marko Gjurić, se Serbia do ta konsideronte ndërrimin e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd në mënyrë të njëanshme si tërësisht të papranueshme. Gjuriçi ka thënë këtë deklaratë si reagim ndaj një deklarate të përfaqësuese së lartë të BE-s, Federica Mogherini, rreth asociacionit të komunave serbe derisa qëndrojnë në Kosovë. Ajo për këtë marrëveshje tha se asociacioni nuk do të jetë një strukturë paralele qeveritare, e as që do ta vënë në mëdyshje integritetin territorial të Kosovës. Brukseli dhe Ankaraja po shkojnë në gjythje më shumë drejt një konfrontimi. Kjo rrezikon çështjen e marrëveshjes së refugjatëve, kurse gjithashtu mësohet edhe për një sulm terrorist në kryeqytetin e Irakut, Bagdad, ku një automjet bomb ka lënë të vrarë së paku 64 persona dhe 87 të tjerë të plagosur, ku përgjegjësinë e sulmit e kanë marrë Shteti Islamik apo të ashtu quajturit ISIS. Brukseli dhe Ankaraja po shkojnë gjithnjë më shumë drejt një konfrontimi. Kjo rrezikon çështjen e marrëveshjes së refugjatëve, sa do të shpejtojë interesi i përbashkët të dyja palëve me marrëveshjen me Turqinë. Është grumbulluar mjaft lëndë për konflikt javën e kaluar, kryeministri turk Ahmet Davutoglu njoftoi dorëheqjen e tij. Ai jo vetëm kishte negociuar marrëveshjen me Brukselin, por në ndryshim nga Recep Tayyip Erdogan, ai është pro-evropian. Pastaj u arrestuan 2 gazetarë turq kritik ndaj qeverisë, gjoja për shkak se kishin botuar dokumente sekrete. Organizata Reporterët pa kufi shprehet për një gjykim friksimi. Shoqata gjermane e gazetarëve për vendime arbitrare të një regjimi automatik, shkruan DW. Për Parlamentin Evropian, kupa u mbush pas një deklarate të Erdoganit. Erdogan u shpreh se ai nuk ka ndërmend të ndryshojë ligjet antiterror të kritikuara ashpër. Ne ndjekim rrugën tonë dhe ju tuajën, tha ai. Ndryshimi i këtyre ligjeve është një prej kushteve të Brukselit për liberalizimin e vizave për turqit në verë. Por Erdogani ka kërcënuar shpesh se në qoftë se nuk do të ketë liberalizim të vizave, ai mund të lejojë në çdo kohë refugjatët që të vinë përsëri në Evropë. Së paku 64 veta janë vrarë dhe 87 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bomb në një treg të populluar në veri të Bagdadit, ka bërë të ditur policia irakiane. Shpërthimi ka ndodhur në qark mushit Sard City, ashtu quajtur i Shtet Islamik, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Shumica e viktimave përfshin gra dhe fëmijë, kanë thënë zyrtarët. Sulmi ka dëmtuar po ashtu ndërtesa dhe automjete pranë. Siguria është e përmirësuar gradualisht në kryeqytetin e Irakut, i cili është në shënjesër të sulmeve me bomb që një dekad, por dhuna ndaj forcave të sigurisë dhe civile shit është ende frekuente, ku shpërthimet e mëdha ndonjëherë marrin edhe viktima të qytetarëve sunit që jetojnë në ato vende. Ekstremistët sunit të Shtetit Islamik që vazhdojnë të kontrollojnë zona në veri dhe perëndim të Irakut, sulmojnë shpesh zonat e dominuara me shiit. Futbollisti Vardari të Shkupit Yasi Hasani edhe zyrtarish mund të quhet futbollisti përfaqësuese së Shqipërisë.
Megjithatë, FIFA aprovoi edhe zyrtarisht rekomandimin për votimin në Kongresin që do të mbahet më 13 maj 2016 për të pranuar me të drejta të plota Federatat e Futbollit të Kosovës. Nga basketbolli mësojmë lojtarin më të mirë të vitit në NBA për këtë sezon. Për këto dhe informacionet të tjera rreth sportit të ndjekim kronikën në vazhdim. Futbollisti vardarit të Shkupit Jasi Hasani edhe zyrtarisht mund të quhet futbollisti përfaqësues së Shqipërisë. Talenti i lindur në Shkup edhe gjatë këtij sezoni u shpall kampion i Maqedonisë me Vardarin. Është pajisur me pasaportë shqiptare. Lajmin e konfirmoi vetëm fushori që në profilin në Facebook shfaq entuziazm duke nënvizuar se përjetoi një gëzim të veçantë duke u pajisur me pasaportë shqiptare. Jam shumë i gëzuar, andaj këtë moment dua ta ndaj me ju. Shpresoj se gëzimi i ardhshëm do të jetë ftesa nga kombëtarja, shkrua 20-vjeçari, që kandidohet menjëherë për ekipin atë drejtuar nga Gjani Debiazi. Gjithsesi, mbetet për të parë nëse Hasani do të afrohet menjëherë në përfaqësuesen e madhe apo do të aktivizohet në skuadrat shprehësa të reja nga Redi Jupi, në mënyrë që të fitojë eksperiencë ndërkombëtare. Trajneri 21 vjeçarëve e njeh mirë mesfushorin, duke qenë se në janar e ftoi edhe në grumbullimin 10 ditore të skuadrës në Antalya për turneun miqësor në Turqi. Sidos të shkoj, Yasir Hasani është një prej elementave më premtues të kombëtarës, ndërsa për Nasser Ali, ai është shqiptari i dytë nga Maqedonia që do të përfaqësojë ngjyrat kuqeze. FIFA aprovoi edhe zyrtarisht rekomandimin për votim në Kongres që do të mbahet më 13 maj të vitit 2016 për të pranuar me të drejta të plota Federatën e Futbollit të Kosovës dhe të Gjiblertarit, që rrjedhimisht i bie të bëhen anëtare numër 210-211. Në përputhje me statusin e FIFA-s edhe në bazë të rekomandimit të CAS, Këshilli i FIFA-s i kërkoi Kongresit që të pranojë Kosovën dhe Gibraltarin si anëtare të 210 dhe 211 të FIFA-s. Po ashtu, kërkua që në qoftë se këto dy skuadra pranohen në FIFA në Kongresin e Meksikës, do të kenë të drejtë pjesëmarrje në kualifikime për botëror të vitit 2018 që mbahet në Rusi. Të nderuar shikues, kjo është e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.